Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot kemi trigona me krem dhe sherbet. Këto trigona të dashur miq dalin super të shijshëm, kanë shumë pak harç, përgatiten shumë kollaj, mund t'i përgatisni dhe me petë të gatshme, petë baklavash. Në familjen time është një ndër ëmbëlsirat më të preferuara, gjithashtu sa herë kam pasur mysafir dhe kam shërbyer këtë lloj ëmbëlsire, të gjithë kanë mbetur me gojë hapur. Unë petët i kam bërë vetë, sepse i kam bërë me atë teknikën e përgatitjes së petëve të baklavas që bëhet shumë shpejt. Del shumë e shijshme, ka shumë pak sherbet, pjesa e sipërme është krokante si një baklava, kurse pjesa e poshtme ka thithur sherbetin, gjithashtu brenda është me krem, ka një krem pasticcerie shumë të shijshëm. Jam e sigurt që nëse e provoni do të mbeteni shumë të kënaqur. Kjo ishte gjithashtu dhe ëmbëlsira që përgatita për iftarin ton të parë. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim brumin. Për brumin do të na duhen 2 kokra vezë, 2 filxhan kafeje me qumësht. Qumshin duhet ta keni në temperaturë dhome. Unë me që sapo e nxora nga frigoriferi, e kam hedhur në xhevze, e kam ngrohur shumë pak dhe në këtë mënyrë e kam përdorur. 2 filxhan kafeje me kos, 1 filxhan kafeje me gjalp. Gjalpin e kam shkrir, por nuk është i nxehtë të dashur miq, e kam lënë pak të pushoj, sepse po që i nxehtë na prish vezët që kemi në tas. 1 filxhan kafeje me vaj. Filxhanin e kafes me vaj nuk e kam mbushur plot, kam hedhur pak më pak. I trazojmë mirë të gjithë përbërësit, i shtojmë dhe një gjysmë lugë kafeje me krip. Mos harrojmë këtu t'i shtojmë dhe 3 lugë uthull, sepse uthulla bën që peta të jetë më e shkriftosur. Pasi i kemi përzier të gjithë këta përbërës, do të shtojmë mielin. Mielin të dashur miq do ta shtoni kontrolluar, unë do t'ju them se sa gota kam përdorur, por ju do të veproni me kujdes, sepse është një brum i tillë që del vetë nga dora, nuk ju ngjit më sepse është brum me vaj. Unë në total kam përdorur 5 gota miell të matura me një gotë 200 ml. Pra, si që shikoni, brumi është shumë i mirë, nuk ngjit më në përduar, është gjithashtu i butë, i mesëm, sepse është një brum si brum kur biesh. Brumin e lëm më njanë të pushoj dhe ndërkohë ne do të përgatisim muallebin, pra kremin e pasticcerisë që do të përdorim për brenda. Për kremin do të përdor 3 kokra vezë, 1 gotë me sheqer, gjithmonë gota që unë përdor është 200 ml. Dhe 1 gotë me miell që i thon 4 lugë miell. Të gjithë këta përbërës i përziejmë në një tenxhere, i rahim një herë me tel, duke i shtuar pak qumësht si fillim, që mos na bëhet masa me kokriza prej miellit, dhe pastaj i shtojmë të gjithë litrin e qumshtit. Unë kam përdorur 1 litër qumësht. Masës i kam shtuar gjithashtu pak vanilje lëng. Nëse e keni vanilje pluhur, do të shtoni 2 paketa dhe do ta shtoni në fund fare pasi ta fikni masën. Sepse vanilja pluhur e humbet më kollaj vetinë e saj kur e hedhim në fillim, pra kur masa gatuhet bashkë me sheqerin e vaniljes, kurse vanilja lëng e ruan aromën e saj. Masën e vëmë në zjarr dhe e trazojmë vazhdimisht. Në këtë pikë të dashur miq kam ndruar tenxherën sepse u mbush goxha plot, kjo ishte një tenxhere e vogël, kam kaluar në një enë tjetër. Kur masa ka filluar të trashet, i shtojmë 1 maj lugë kafeje me piper të zi, sepse piperi i zi të dashur miq, përveç se heq aromën e vezës, gjithashtu heq dhe aromën e miellit dhe nuk dallohet mielli në të. I shtojmë dhe 1 lugë gjalp dhe vazhdojmë ta trazojmë derisa masa të marrë val. Trazimin bëheni vazhdimisht duke prekur në anët e enës dhe në fundin e enës që mos t'ju ngjitet. Pasi masa zien për 2-3 minuta, pra në të shikoni bulza të zjerjes, është mjaftueshëm, e fikim dhe e lëm më njanë të ftohet. Ndërkohë do të përgatisim dhe sherbetin, sepse sherbeti na duhet i ftohtë. Për sherbetin kam përdorur 3 gota sheqer, gjithmonë gota është 200 ml dhe 3 gota e gjysmë me ujë.
I kam shtuar gjithashtu dhe një 2-3 kokra karanfil, sepse unë e preferoj shumë karanfili në sherbet. Nëse nuk e preferoni si aromë, mund të mos ta shtoni. Pasi sherbeti ka filluar të marrë val, do ta zjeni për 5 minuta dhe do t'i shtoni 2-3 kokra limontos. Pasi kokrat e limontosit kanë shkrirë në të, sherbetin e fikim dhe e lëm mënjan të ftohet. Tani do të fillojmë të hapim petët. Petët, siç ju thash, do t'i hapim si petë baklavaje, por nuk do të mundohemi aq si kur hapim baklavat. Ata që në kanalin tim e kam parë se si unë e hap baklavan, se si i përgatis petët për baklava, e din shumë mirë që këto lloj petësh dalin shumë të shkrifta dhe bëhen shumë kollaj. Gjithsesi, të dashur miq, nëse ju nuk doni t'i futeni kësaj pune, këtij zahmeti, këtë ëmbëlsirë, mund ta bëni edhe me petë baklavaje të gatshme. 3-4 petë baklavaje i ngjyem me gjalp mes njëra tjetrës dhe pastaj i presim siç do të tregohet në video pak më pas. Unë brumin e kam darë në 8 kulaçka, gjithashtu siç e shikoni dhe në video kam shkrirë 250 gram gjalp. Këto lloj petësh prej llojit të palosjes, përveç se janë si petë baklavaje, ngjasojnë gjithashtu dhe me brumin milföj, sepse dalin kate dhe dalin shumë të shkrifta. Pra, një nga kulaçet do ta hapim në madhësi mesatare, do ta ngjyejmë me një seshte dhe do ta palosim siç tregohet në video. Pasi e kemi palosur, do ta vendosim mënjan dhe do t'i mbulojmë me një pecet guzhine të butë, pra që e kemi shtrydhur fort nga uji. Ose mund të përdorni qese guzhine. Veprojmë po kështu me të gjithë kulaçkat. Pasi i kemi mbaruar kulaçkat duke i palosur në këtë mënyrë, fillojmë t'i hapim. Nëse keni vështirësi në hapje, unë nuk kam hasur asnjëherë vështirësi, mund t'i lini të pushojnë gjysmore, pastaj t'i hapni. Sepse kësaj radhe gjatë punës vura re që kulaçkat e fundit hapeshin më kollaj. Kjo tregon që prej ndënjes që kam bërë, u hapën më kollaj. Çdo gjë të dashur miq mësohet nga eksperienca. Për këtë arsye, ne që merremi me guzhinë, shumë gjëra i eksperimentojmë gjatë rrugës. Tashmë marrim kulaçkën e parë dhe e hapim në formë katrore, aq sa të mundemi. Imagjinoni që nga kjo lloj pete do prisni 4 shirita. Pasi e kemi prerë petën në 4 shirita të barabarta, e ngjyejmë me gjalp dhe i vendosim kremin e pasticcerisë. E palosim në 3 kënqa, siç tregohet në video, dhe i vendosim në tepsi. Kur i vendosni në tepsi, që mos t'u thahen, pjesën e sipërme vajoseni gjithashtu. Kështu veprojmë me të gjithë kulaçkat të dashur miq, derisa tepsin ta mbushim komplet. Unë me këto përmasa kam bërë 2 tepsi, kam bërë këtë tepsinë e madhe të furrës, kam bërë dhe një tepsi të vogël xhami që do ta shihni më pas. Pasi e kemi mbushur të gjithë tepsin, i ngjyejmë të gjitha trigonat me gjalp përsipër dhe i fusim në furrë për t'i pjekur. Do t'i pjekim me temperaturën që pjekim zakonisht kekun apo pandispanjën. Nuk do t'i pjekim me temperaturë të lartë siç pjekim byrekun. Imagjinoni që kjo është një si tip baklavaje, derisa përsipër të marrin atë ngjyrën e bukur në të kuqëremt. Dhe siç e shikoni të dashur miq, pasi dalin nga furra, janë fryrë në atë mënyrë puf, sikur të kemi përdorur brum milföj. Pra, sikur të kemi përdorur nga ai brumi që përgatiten kruasantët. Janë aq të shkrifta, aq të mira, sa po t'i merrni në dorë, thermohen sikur të jenë baklava, si ato baklavat e gatshme, jo si baklavat që hapen vetë. Pasi e kemi lënë 2-3 minuta të pushoj, që t'i dalë ajo nxehtësia e parë e furrës, e sherbetosim me sherbetin e ftohtë. Sherbetin ja hedhim çdo fete përsipër dhe nuk duhet që t'i mbuloj fetat. Pothuajse në fund të enës duhet të ketë gati një gisht sherbet.
Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse deri më sot nuk e keni provuar, ju sugjeroj shumë ta provoni sepse do të mbeten të gjithë të kënaqur. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like për të më mbështetur dhe t'ua sugjeroni miqve tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.